Sfida të mëdha po vazhdojnë ta përcjellin sistemin prokurorial dhe atë gjyqësor. Ndër kryesoret janë ndikimi politik në drejtësi, mungesa e ndëshkimeve, zvarritja e procedurave gjyqësore, niveli ulët i konfiskimit të pasurisë së fituar kundërligjshëm dhe mungesa e buxhetit adekuat për institucionet e drejtësisë. Këto përfshin në botimin e 9 të raportit të indeksit të performancës së institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë e që u prezantua të njëjtën nga grupi për studime juridike dhe politike. Nga përgjigjet e anketës kuptohet se 76% e qytetarëve mendojnë se personat me ndikim politik kanë më pak gjasa të ndëshkohen nga ligji, ndërka që 22.7% thonë se pavarësisht kësaj, të njëjtit kanë gjasa të ndëshkohen në bazë të dispozitave ligjore. Këto 4 vite kemi parë që politikat kryesore për të cilat qeveria është thirrur nuk janë realizuar, e ndërto mund të përmendim 2 kryesore siç janë vetingu dhe byroja për konfiskim të pasurisë. Po ashtu duhet të përmendim edhe rolin e kuvendit dhe anashkalimin e kërkesave buxhetore dhe ndarjen jo të mjaftueshme të buxhetit për trupat që menaxhojnë me sistemin prokurorial. Ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi theksoi se sistemi prokurorial po bën përpjekje për të rritur transparencën dhe efikasitetin, megjithse perceptimi publik mbetet sfidues. Sa i përket konfiskimit, sekuestrimit, vërtet kanë të drejtë qytetarët dhe këtu duhet jemi vetë kritik. Ne prokurorët, po dhe gjykata me ne bashk, nuk jemi ende në nivelin e detyrës. Kur kishim rastin e Banskës, kishim shifra milionëshe që konfiskuan, pjesa me madhe tyre ishte konfiskim automatik që kodi penal na detyron ta konfiskojmë atë. Mi po kur flasim për konfiskimin, sidomos një pjesë që ka trajtuar raporti për konfiskimin civil, për pasurinë e pajustifikueshme, unë personalisht kam mbështetur çdo iniciativë në këtë drejtim, por mbështetja ime ka mbetur shumë pak e realizuar. E nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës u tha se mungesa e buxhetit mbetet një nga pengesat kryesore për përmirësimin e funksionimit të këtij sistemi. Ndërsa zëvendës ministri në detyrë i drejtësisë Vigan Qorolli paraqiti nevojën që drejtësia të jetë më e dukshme dhe e ndjeshme për qytetarët. Ku i beson ndoshta më shumë politikës se drejtësisë. Unë do të jemi tharë si jurist para së gjithash që t'i besoj më shumë drejtësisë se politikës. Te ne është e kundërta. Dhe tash ju si shoqëri civile edhe ne si aktor institucional do duhet me punu çdo ditë e më fort që ta përmbysim këtë. Në anketën e realizimit të vlerësimit për institucionet e drejtësisë janë përfshirë 1065 qytetarë.